Prishtinë, Departamenti Krimeve të Rënda, trupi gjykus pas këshillimit dhe votimit sot me datë 21 prill 2026 në emër të popullit merr dhe publikisht shpall këtë aktgjykim. I akuzuari Naim Urseli me të dhëna sikur në shkresat e lëndës, konform me 364 të kodit të procedurës penale, është fajtor për veprën penale të kryer në bashkëkryrje, vrasje rënd nga neni 173, paragrafi 1, pika 1.3 dhe 1.4, lidhur me neni 31 të kodit penal të Republikës së Kosovës. I akuzuari Granit Plova me të dhëna sikur në shkresat e lëndës, konform neni 364 kodit procedurës penale, është fajtor për veprën penale të kryer në bashkëkryrje, vrasje rënd nga neni 173, paragrafi 1, pika 1.6, lidhur me neni 31 të kodit penal të Republikës së Kosovës. I akuzuari Granit Plova, konform neni 364 kodit procedurës penale, është fajtor për veprën penale, mbajtje në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të anëve nga neni 366 paragrafi 1 të kodit penal të Republikës së Kosovës. I akuzuari Kushtrim Kokolla me të dhëna sikur në shkresat e lëndës, konform neni 364 kodit procedurës penale, është fajtor për veprën penale, ndihmë në kryerjen e veprës penale, vrasje rënd nga neni 173, paragrafi 1, pika 1.3 dhe 1.4, lidhur me neni 33 të kodit penal të Republikës së Kosovës. Për të akuzuarin Kushtrim Kokolla, konform neni 362, paragrafi 1, nën paragrafi 1.1 të kodit procedurës penale, për shkak se prokurorja e shtetit është të heq nga akta akuza, gjykata sjell aktgjykim refuzues për veprën penale, mos lajmërim i veprave penale apo kryesve të tyre nga neni 378, paragrafi 1, pika 1.1 të kodit penal të Republikës së Kosovës. Andaj, gjykata në bazë të dispozitave ligjore të kodit penal të Republikës së Kosovës, si dhe neneve 7, 8, 360 dhe 364 të kodit procedurës penale të akuzuarit i gjykon. Të akuzuari Naim Urseli dhe Granit Plova ju shqiton dënim me burgim përjetshëm. I cili dënim do të ekzekutohet 15 ditë pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. Të akuzuarit Kushtrim Kokolla i shqiptohet dënim me burgim në kozgjati prej 30 vite, i cili dënim do të ekzekutohet 15 ditë pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. Konform neni 79, paragrafi 1 të kodit penal të Republikës së Kosovës, në dënimin e shqiptuar të akuzuarve Naim Urseli, Granit Plova dhe Kushtrim Kokolla, do të llogaritet koha e kaluar në paraburgim nga data 1/12/2023 e tutje. Të akuzuarve Naim Urseli, Granit Plova dhe Kushtrim Kokolla ju vazhdon mosa paraburgimit. Detyrohen të akuzuarit që t'i paguajnë shpenzimet e procedurës penale sipas llogarisë përfundimtare të gjykatës, ku do të përfshihen edhe ekspertizat mjekoligjore të kërkuara nga mbrojtësit, po këtë do t'a bëjë gjykata në llogarinë e saj, si dhe secili veç e veç në emër të paushallit gjyqësor do të paguajë shumën prej nga 500 euro, si dhe në emër të kompenzimit të viktimave të krimit shumën prej nga 50 euro, të gjitha këto në afat prej 15 ditësh nga dita kur aktgjykimi të marrë formën e prerë në kërcënim të përmbarimit të dhunshëm. Pala e dëmtuar për realizimin e kërkesës pasurore juridike udhëzohet në kontest juridiko-civil. Kundër këtij aktgjykimi, palët e pakënaqura kanë të drejtë ankese në afat prej 30 ditësh në gjykatën e apelit përmes kësaj gjykate. Kjo është verdikti i gjykatës themelore në Prishtinë në këtë çështje penale. Ditën e mirë.
Naim Murseli e Granit Plava dënohen me burgim të përjetshëm për vrasjen e Liridona Ademajt. Është i akuzuar i tret që është kushtrim kokalla, ai është dënuar me 30 vite burgim.